vim këtu në komunitetin që shqiptar-amerikan. Ka dhe njerëz që nuk kanë mundësi me këto rrjetet sociale, por ata kanë dëshirën, vullnetin, kanë dhe paran. Ku mund të dorëzojnë paret? Kena hap fondin. Po? Fondin. Është çdo ditë apo e kena vu katedralja aty te ana bankare. Kam folë me arkidiocezin. Me pas listat e gjithë çamivu, kur man tana parët gati shkojnë në arkidiocez. Qatë gërmullot, kërëgjë qeki gjithë qatë. Edhe atëherë arkidiocezi ka me aqë shkollës. Po si që kishë më palet, qarë fondi do t'jep një katedrales? Në Allah me $20,000 si kish, adhe kena Allah në që për shëllëvam, kena katedrali të ben plume, po. Të ben plume, u bane gati $11,000. E kush beni me dëvat, me mondit, me Alfonsi, e kam pjallet. Menim zotit ka mu bate, po ka me kanë përse ne në ka zani fije si kish, i fije në moment të forse në të i bar inovimin e guzhinës, edhe ta në edhe atërë në të salës, ku kanë mu bate, riparimet vogla, do gjanat vogla, ma shumë e kuizi, e kanë baj punë shumë njërë falës, ma besomu dhe në kanë ba, ma besomu kanë ba një fund fantastike, por me një zotit, kënë të dhanë për më tjetër. Përmi, qëfar të të thorë që t'juve, atyre personave që ndena shikojnë, në ndjekin shikusit, kryesisht atyre që janë katolik, por dhe shqiptare në përgjithësi, do mblashi. Si që theksume edhe i qëndrojmë kësaj që katedralja është të gjithve. Unë kam 8 vite atje, jam në vitin rreth, po në shtator bajndan vite, nuk e di se sa do t'jem ma në katedrale, por nuk kërsehem për katedralen, sepse si që tha që ajo i përket të gjithve. E sikur të gjithë, dora dorës, dorojmë atë si pas mundësive, kam përshtypjen se katedralja, si që thame, do të rikëthet në atë lavdin e saj, në atë dignitetin e saj, e cila mrapa, jo vetëm na strehon për ato të mirat shpirtnore të përdiqme, por edhe na prezenton përballë turistave të cilët nga vitin vit janë gjithmonë më të shumët në numër, dhe vërtet janë të shumë, sidomos 2-3 vitet e fundit, po eksperimentojmë një fluks të vazhdueshëm, sidomos gjatë periudhës së fundit pranverëse, gjatë gjithë verës, të cilët vinë e vizitojnë katedralen. Është fytyrë e kishës, edhe për bukurinë e saj të gjithë do të kontribojmë. Edhe në kuptimin mistik, jam të thënë kuptimin shpirtnor, në kuptimin mistik. Për me dhanë për katedralje të i ba pjesë, a jetë ju ba pjesë e katedrales, ju dini se motat, një ata parë që i në të kisha, ja qënë provincë, atje ku është Montenegro, ata nuk kanë parë cash në dorë, kur ja falë dikush njësët. Mota Katerin, se ta po nuk ka mujë pas qëtë, është Mota Katerin që blejnë mund të jarë me mehmin. Mota Katerin një dhe dëmblash një, ta një kam qefe pas edhe një tullë një aty, edhe ja do pare që i gojë kërsy, kështë si pa kërsy. E kam fjallin, nuk ka me shku hupës, nuk ka me shku kur s'ka me hu, një atë që keni me dhanë për katedral. Nuk ka me shku, nuk jam të ta një vund krizë, mas me mujtë me pagu bilat e në radhë. Por nuk kam ju shku hupës, së në 1 milion vetë bëha me dhanë gjithë, diqa për kishën, kur nuk shkojnë që e mërë mirë mamë, A kemi specialist në parimin e këtyre punimeve që janë bërë në vitin 1850, sa dhe? Po, praktikisht çdo ndërhyrje në katedrale, tu i kenë se janë të sektorëve të ndryshëm, dhe çdo sektor ka atë specialistin e vetë. Për atë çka është monumentale në katedrale, kemi një arkitekt i cili është edhe i licencum nga Ministria e Kulturës, i cili do t'i njekin këto punime. Sa i përket impjantit elektrik dhe impjantit fonik audios, kemi një firmë e cila është lider në treg nga Udine në Itali, të cilët kanë ardhur, kanë ba instalimet edhe kanë marrë të gjitha ato reagimet qoftë në sistemit audios, por edhe elektrik,
edhe tashma kanë projektin e tyre specifik. Tek tavani, si thash monument kulturet, këto ditë pikrisht para 2 ditëve më kanë dorëzu projektin e se si e mendojnë restaurimin. Dyrët e jashtme të cilat duhet të izolojnë në aspektin termik se duhet të jenë të dyfishta, aty mungon pjesa e dytë, mungon ajo dhoma e ajrit e cila pengon, se më thanë, të njëjtën temperaturë që është në borë mos tjetë edhe në brendësinë e katedrales, edhe ato është një firmë në Shkodër, Dafinor, e cila është lider, edhe për përpunimin e dronit, edhe janë jashtëzakonisht cilësor, asa eksportojnë produktet e tyre, punimet e tyre edhe në vendet tjera në Europë edhe në Azi, kanë pas disa ndërhyrje. Janë shumë cilësor. Kështu që çdo sektor ka atë specialistin e vetë. Kemi në diçka tjetër për të shtuar? Jo, ne si të ndame këtë i kapër valë stollet parë. Dhe ne kena mullu tanë ata që dur dhe që dhe i herën me hapë zemrën, me mujtë me batë bukur, një thash pja jo, në kisha jo, në arë njërë është të. Shpresoj të përmirësimi kohës, në fund të javës do të jem në New York, me 28 të shtunën në darkë do të kemi edhe atje një darkë bamirësijet për kishën katedrale, por edhe disa kontakte me biznesmen atje. Uroj që të vazhdojnë bujaria e bashkëdhëtarëve tonë këtu në Detroit, këtu në Michigan, gjithashtu edhe në New York. Jo përmend Cacaj, Cacaj, kur ka kompanjeli, edhe në është janë gjigantë, kompanjeli të kisha. Ka një emision emision dhe ka paprish me dinamit dhe në rajë. Aja nuk ka puni $100,000, shkët ja $1,000. Kur e ka shprej arqipeshki në të ko, për New York, dhe shko ka tharat e gudisot. Edhe është e marë, me kom të zërë, e ka marë kom të i pejtë dhe në dhe, për e pa shtë amortizu i tijë në dovene, se nuk është i këndërru qëfar cilësi e në por edhe e ka vend për me vurë dojë. Jo, dhe kompanjeli do të kanoj për restaurim. Të një dokument që ka tu, do vlash që ashtë e marrë në dërë, dalërë të njëra qike dhe shifet urgjensia dhe nevoja që është puni. Ja kena batë në bëndërës, ja kena komuniku atë nevojë që ka kishat, është vetëm mundohemi ta mobilizu me zemër, me dorë të njërë, me mujtë me një. Pika të shiut kanë vogla, po kur banë shumë batë lumin, edhe gudë gjithë që gudite. Shikos nderuar, Don Vlaçi ka mundësuar disa pamje të katedrales të madhe të Shkodrës. I ndjekim ato dhe miru pafshim në emisionet tjera, por bëni më të mirën, ashtu si gjithmonë që kjo katedrale të jetë një simbol shumë i rëndësishëm në qytetin e Shkodrës dhe Mëngjerë. Duke falenderuar dy të ftuarit, ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshim në emisionin e radhës. Faleminderit. Para se të ndajmi, edhe pse ju thash shikur se miru pafshim, ju më falenderuat, unë gjithmonë ja kam thënë dhe e them Don Fredi, sot i them Don Vlaçit, sa herë që keni nevojë për televizionin shqiptar të Amerikës, është dera hapur, ne jemi shërbëtor jo vetëm tuajit, po të gjithë komunitetit shqiptar, dhe kështu do të jemi gjithmonë në televizorin shqiptar të Amerikës.